Digital ofron në shërbimin satelitor vetëm decoderin High Definition, me anë të cilit mund të shihni kanalet High Definition, por më e rëndësishmja edhe disa kanale të huaja dhe shqiptare që shihen vetëm me këtë decoder për arsye të teknologjisë të përdorur në të. Nuk keni televizor High Definition dhe abonim High Definition. Po nuk keni më vajzë, nuk keni asnjë. Por me këtë decoder mund të shohësh më shumë kanale të tjera, edhe me këtë televizor të thjesht, në rast se nuk ke televizor High Definition. Si përsërit po qanë? Si se? Mund të shohim edhe me televizor të thjesht? Sa mirë, po e vajzë, sa mirë. Shiko, Digital të bën edhe të qeshësh. Edhe diçka tjetër. Prap? Me këtë rast, do të shohësh pa pagesë shtesë. Pra, me të njëjtin çmim aktual, edhe 14 kanale të tjera më shumë, shqiptare, të huaja dhe erotike. 14 kanale pa pagesë. Sa mirë, më qupë, sa mirë. Pra, duke shtuar dhe këto, bëhen gjithsej 47 kanale që mund të shihen me abonimin e plot, pa 6 High Definition dhe 5 Super Sport. Këto 14 kanale shtesë, për arsye të teknologjisë, nuk mund të shihni me dekoder të thjesht satelitor, por vetëm me dekoderin HD, i cili shërben kështu për të parë më shumë kanale që nuk janë në format HD. E kam, dekoderin HD kam, ma bleu quni. Një dhuratë që Digital bën për të gjithë ata që kanë abonim të plot, ku përveç kanaleve të Digital që keni parë deri më tani, ju do të keni falas edhe 14 kanale të tjerë. Faleminderit Digital, faleminderit. Po pse po qanë tani të? Po qaj nga gëzimi, moj vajzë, nga gëzimi po qaj, po të bëj merak. Aha, Digital mendon për të ardhmen, sepse çdo gjë do të jetë dhe do të prodhohet vetëm në HD. Edhe në rast se do të blini më pas një televizor High Definition, ju do të mund të shihni kanalet High Definition, gjë që do ta bëni shumë shpejt në të ardhmen. Prandaj, blini që sot dekoderin HD në mënyrë që mos të blini 2 herë e të mos investoni 2 herë. Bravo të qoftë, moj vajzë, shumë bukur atë. Mos blini 2 herë. High Definition është e ardhmja vetëm nga Digital.